Spari ndërgjegjen do duhet ta pastrojnë të gjithë ata që kanë firmosur për të çuar lekt në një incinerator që nuk ekziston, siç është incineratori i Tiranës. Ata e kanë ndërgjegjen e prishur, do duhet ta pastrojnë mirë dhe të fillojnë bëjnë ndonjë orë gjumë se kanë orë, kanë ditë, kanë muaj që e bëjnë gjumin jo të qetë. Së dyti, në asë një moment të kemi quar në prokuri dhe po të vjen rradha shumë shpejt. Së dyti, në asë një moment nuk thashë rektori është i pandehur. Ajo që unë thash është që rektori i Universitetit Bujësor të Kamzës, kërce nga Belaja, kërce. Rektori i Universitetit Bujësor të Kamzës ka shkelur kushtetutën dhe ligjin për shkak se ka kërkuar strehim në një parti politike për të kundërshtuar një akuzë të një institucionit pavarur, siç janë institucionet e drejtësisë, në shkelje flagrante të pavarësisë dhe autonomisë që kanë institucionet arsimore. E për këtë arsye kërkova ndërhyrjen e Presidentit Republikës dhe të Senatit Akademik të Universitetit Bujësor të Kamzës për të shkarkuar një rektor që nuk njeh kushtetut dhe ligj. Një rektor që nuk njeh kushtetut dhe ligj nuk mund vijoj të jetë në krye të detyrës, për shkak se si të shkeli ligjin kësaj here, mund të shkeli ligjin jo për 900.000 euro, por për 9 milion euro. Unë e kuptoj që zotrin parafolës me rektorin e lidh afera inceneratorit, se dha i kishte bërë një mbrojtje për sa mirë ishin inceneratorët. Po ky nuk është problemi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Problemi jon e mbarova, problemi jon është vetëm respektimi i kushtetutës dhe ligjit. Tani, Erisa Xhixho, Dashnor Sula dhe Pandeli